do të thënë pse duhet ta heshin këtë pjesën e mendimit që nuk është vetëm një lojë e thjeshtë, se e përmendëm edhe pak në fillim, por pak më gjatë domethënë kjo pjesë. Tani kur një fëmijë vjen dhe po përfshihet në një proces loje që është pjesë e terapisë, patjetër që ai aty po nxjerr atë botën e tij, emocionet e veta, mendimet e veta, sjelljet e veta. Në momentin që unë bëj ato lloj reagimesh që bëj, fëmia ndihet i pranuar, ndihet i Zotit, ndihet i aftë, ndihet i kuptuar me të gjitha. Patjetër, sepse të gjithë dëgjojnë, shikojnë, pa kuptojnë dhe disa prindër, jo të gjithë, e kanë pak të vështirë, me kalimin e kohës arrit ta kuptojnë, por e kanë pak të vështirë që shiko se është thjesht shko aty, qëndro aq kohë sa qëndrojnë edhe mbaron atë kohën e lojës edhe e largohet. Thash, është fëmia të vjen me inat, me zemërim, edhe pastaj nëpërmjet procesit të terapisë të lojës ka adaptuar disa mekanizma të reja, reagimi, sjellje të reja. Arrin dihet shumë jashtë te Zoti i vetes që të bëj atë autorregullimin emocional. Kjo është patjetër, këto janë kushdo që është futur në një qënë në terapi, te kupton se sa e bukur është ta bësh si proces, se sa e vështirë është dhe se sa e lodhshme është dhe se sa është e thellë si gjë. Sepse ti do, si më thon, do shkullësh diçka që është jo e duhur tek ty, dhe pas mund të thosh me diçka